të bëhen gati dy kolegë të tjerë. Natyrisht, e cekëm edhe pak më herët, por do ta cekim edhe pak më vonë, nuk po i bëjmë publik emrat e tyre. Një konkurrencë e veçantë sonte i pret të gjithë të nominuarit në kategorinë hip hop. Dhe natyrisht është zhanri më i kultivuar për këtë vit dhe sigurisht kanë bërë edhe risi në skenën muzikore në përgjithësi. Dhe për t'i ndarë këto çmime në kategorinë e hip hop më të mirë, ftojmë në skenë kolegët nga Radio Televizioni 21, Besart Galicën dhe Kushtrim Këqikun që të bëjnë ndarjen e fituesit në kategorinë The Best Hip Hop në Zhurma Awards. Të nominuar janë Best Hip Hop. Në Roma gjithve, po dokni për një mërë shumë mirë. Unë e sot me vete e ka marrë kamermanin tim, Kushtrim Këqikun, për dalim ndoshta prej kolegëve tjerë nga mediumet për arsye se kur kam qenë mas shumë të në rrezik, ta kom pas mas afërve. Duke pas për arsye emisionin Hikingun. Kur jemi pra të nominimet, një njëri që e kum ditë që për një me kum e punu dhe të bëhen gati dy kolegë të tjerë. Natyrisht, e cekëm edhe pak më herët, por do ta cekim edhe pak më vonë, nuk po i bëjmë publik emrat e tyre. Një konkurrencë e veçantë sonte i pret të gjithë të nominuarit në kategorinë hip hop. Dhe natyrisht është zhanri më i kultivuar për këtë vit dhe sigurisht kanë bërë edhe risi në skenën muzikore në përgjithësi. Dhe për t'i ndarë këto çmime në kategorinë e hip hop më të mirë, ftojmë në skenë kolegët nga Radio Televizioni 21, Besart Galicën dhe Kushtrim Këqikun që të bëjnë ndarjen e fituesit në kategorinë The Best Hip Hop në Zhurma Awards. Të nominuar janë